Project, This ain't what you want. This ain't what you want. 16 block. I just wanna rock. I just wanna rock. Body, shorty got that body, hit it once, no time. Side up, fuck, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my side. Wow, jak Miran, po qenë? Mirë mbrëma vajza. Mirë mbrëma. Adelina, cilën do zgjedhësh? Gjitha. Për vajzë them. Për vajzë. Hajde, shumë mirë. Se janë të rritura, të gatshme. Po në valizën tani për Kosovë me Adelinën se niset sonte natën. Ishit fantastike, të bukura, të shkafta, të talentuara, jeni 10 më duket, Kush u hoz nga atje lart? Ti? Na pushoj zemra. Faleminderit. Po t'isha hedhur unë tani? Me paterica, ambulanca direkte, Televizion Plusi. Për mua është po, sepse ishit të koordinuara, ndonë se nuk jam balerin. Koreografia ishte shumë e bukur, shumë interesante, me momente spektakolare. Keni punuar shumë dhe bravo ju qoftë. Ju presim radhës tjetër. Sa kohë ju marrën gërshetat që ti bëni? 3 orë. Keni shpëtuar let ju. Normalisht do ju kritikoja pak për koordinimin. Nuk ishit gjitha koordinuara, por kjo nuk ka rëndësi fare kur ka shumë energji, kur ka shumë pasion, kur ka shumë vullnet, kur ka shumë dashni në performansë. Ju i dhatë gjitha këto, sa që harrova koordinimin, harrova teknikën, i harrova gjitha, sepse ishi spektakolare. Faleminderit. Nga unë e keni një po. Shumë faleminderit. Brezi juaj, në mënyrën më konkrete, bukurie madhe që ju jeni në sken, na përfaqësua sot nga mua një po tjetër shumë e madhe. Shumë faleminderit. Bravo! Shumë gaz, shumë hare, atmosferë shumë e bukur, i dhatë një ritëm ndryshe edhe mbrëmjes sot me tek ne. Ju jeni munduar të modelojni në një farë mënyrë të jeni të njëjta në stil. Ne të aktrimit shikojmë jo thjesht me elemente kërcimit të, por mund ta bëjmë një përjashtim për sa i takon shprehjes dhe mënyrës së përjetimit. Unë do veçoja të vajzën atje 18-3. 18-3, plastike, shumë plastike. Është një shprehje të jashtëzakonshme në fytyrë, shoqëronte gjatë gjithë kohës si kërcente. Po, si e ke emrin? Ameli. Natyrshëm unë të gjitha më troqen, por gjatë gjithë kohës kërcimit kam vënë re në mënyrë të kujdesshme dhe nuk e di çfarë do të ofrojmë për një të ardhme, por unë do të sugjeroja vërtet që ti të merresh me aktrim. Shumë faleminderit. Dikush po të më thot mua që djo ti pra ne të katërt dhe dikush mua më përveçson mua
fillimisht do m'gel teatrin. Unë e kërkova nga ju mirë kuptimin që a mund ta veçoj një vajzë, unë shikoj brenda fushës së aktrimit. Unë mendoj që të njëjtat fjalë që i the Amelit është vlen për të 18-an. O inxhinier, dëgjoj. Kesh shumë të drejtë. Ja, më duhet ta. Dëgjoj. Është e pa drejtë kur është në një grup dhe ti do të veçosh. Unë nuk thash në kërcim. Unë thash për shprehje në fytyrë gjatë kohës që shoqëronte, mua më bëri shumë përshtypje se unë i lexova të gjitha. Realisht ky është roli dhe misioni im. Jo, në rregull. Jo pa dallim feje, krahinë dhe ide dhe të gjithë. Unë nuk të kundërshtova. Vajzat janë të gjitha të mrekullueshme, unë thash, një ansambël i bukur. Unë veçova atë çfarë më të ngacmoj. Goni bëri sonte një Got Talent brenda Got Talentit, sepse vajzat u prezantuan me vallëzim dhe Goni zbuloi një talent sugjeroi. Pas 20 vjetësh në rrugë, pa jo vajza do thot, po ai Xhaxhi Agroni, unë jam ajo aktoria e madhe që më ka thënë atëre kështu. Kam shumë qejf të do. Ai shala të lumë të kohë, faleminderit shumë. Dhe ishte shumë bukur. Shumë kënaqësi. Bravo vajza. Ishte kënaqësi. Bravo, Gota, bravo.